Përgjigjen e vendos në votim, kthehet përsëri, nuk bëhet, nuk tërhiqen, pjesa tjetër akuzon palët, përsëri 48 orë, dikush duhet të ndërmerr këtu një lloj përgjegjësie, edhe ti adresohet eventualisht institucionit më të lartë juridiko politik në Kosovë. Jo vetëm këtë, po ky rast është i mirë për me thonë përgjigje situatave të njëjta se të ngjashme që në tarmën krijuan. Mund ndodhen, po. Tash imagjino po mos kishin qenë aktgjykime të mëhershme. Domethënë. Kështu që pse jo? Tani edhe një çështje tjetër është me rëndësi për ta qartësuar në këtë zbërthim. Unë e kam quajtur rrugdalje nga bllokada politike. Po çse palës janë të interesuar të koalicionojnë, bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Atëherë unë po shoh që deklaratat politike janë të drejtohen përsëri sovranit. Ndonse ka deklarata politike po flas. Ndonse nuk jam shumë i sigurt që kjo është në të mirë të qytetarit që të shkojnë në zgjedhje përsëri. A ka opsion se si të shkojnë në zgjedhje tani kur situata është e bllokuar kështu siç është? Jo. Asnjë. Jo, s'ka logjik. S'ka logjik, shikoni. Po këtu është nis puna me shku në zgjedhje akoma po certifikuar. Po pra. Dhe të gjithë e dinë, pa përjashtim, që rezultati i zgjedhjeve plus minus është ky që ka qenë, afërsisht plus minus aty del, do të thotë. Dhe prap nëse shkohet me rigiditetin, ngurtësinë aktuale, prap problemet. Prandaj për mos me ndodh, ajo është mirë, gjykata kushtetuese me dhënë një verdikt sa i përket kuvendit, edhe mbi bazën e fakteve tjera që po e përsëris, nuk janë këto fakte të njëjta me ato të 2014-s. Tashi problemi është, do të thotë, me përcaktu në kërkesë. Nëse partia fituese e para, fituese relative zgjedhjeve, ka prerogativën pafund të caktimit të njëjtit kandidat, nëse një e drejtë e tillë mund të zhvendoset, po përdori termin letrar të kadares, të tjetrit, të pala tjetër, dhe në cilat kushte. Dhe gjykata i përgjigjet këtyre çështjeve. Do duhet i përgjigjet, po që se ka pyetje. Ajo edhe mos me fol hiç, mos me thonë mendim. Me thonë që mbetet përgjigje mendimi i 2014-s dhe gjykata kushtetuese s'mund të përgjigjet, po hipotetikisht